Jemi rikthyer sërish në studio dhe vjojmë diskutojmë në lidhje me procesin e vlerësimit të pasurive të paluajtshme. Presidenti Begaj më herët gjatë javës e dekretoi ligjin I cili do të fillojë tashmë zbatimin, hyn në fuqi duke nisur nga 22 janari. Më gjërësisht do diskutojmë me arkitektin zotin Gjergji Caca. Zoti Caca, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se vëgjeta. 22 ditë vonesë pak a shumë e komplikon procesin apo ka sërish kohë në dispozicion? Gjithsesi, procesi nuk është se do fillonte në 1 janar, kështu që... Po mund fillonte në 5 maksimum. Okej, gjithsesi, janari është faza përgatitore të gjithë atyre që do duan të bëjnë vlerësimin, dhe duke ndjekur edhe diskutimin e mëparshëm që ju po bënit në studi, po themi me një tjetër Gjergji. Po. Atëre, desha të thoshe diçka që patjetër që ata që kanë, po themi, një shitblerje të hershme, po themi në 95-a, në 97-a, duhet ta bëjmë, patjetër sepse ndryshon shumë. Dera është rritur jashtëzakonisht shumë. Ndryshon jashtë mase, dhe ata që ka nevojë për shitblerje, ne kemi diskutuar bashkërisht, kemi qenë në studio kur ishte draft. Ky ligj tashmë ka marrë formën e miratuar. Kështu që normalisht ata që e kanë të nevojshme, ata që nuk e kanë të nevojshme, s'kan pse? Nuk kanë pse sepse është një pagim I një takse para kohe. Është njësoj sikur të mendosh që të marrësh një makinë, po themi pas 2 vitesh, dhe ti paguash taksat më sot. Me thënë nuk është se ti ke ndonjë leverdi. S'ka logjikë ekonomike. Patjetër. Ata që kanë për ta shitur detyrimisht duhet ta bëjnë. Është logjike sepse ata përfitojnë nga I 15% që ju e thatë me shumë të drejtë që duhet të ishte rimenduar shumë kohë më përpara, sepse po të bëjmë një llogaritje, edhe tani kanë folur ku ishte diskutimi I buxhetit, që ka një lloj padrejtësie në taksimin në Shqipëri, po themi kompanitë e mëdha, nuk është se jam kundër kompanive të mëdha, po themi, por është e njëjta, është logjika, është fitim, se ky është tatim mbi fitim. Ndërkohë që dividendi është po tatim mbi fitimin. 8%. Është 8%. Ndërkohë kur shet një banesë, ndërkohë, po themi, një kompani e madhe që shet banesa, që ndërton. Tatohet kur ndan dividendi në 8%, një person, unë, ju, kushdo tjetër që shet një banesë, për të blerë një banesë tjetër, po pra, do me thënë që është idea nuk është për biznes. Me gjithse quhet fitim, është një gjë limituar, është njësoj si të diskutojmë dikush që shet një ark banane, apo ai që sjell me vapor. Me thënë nuk mund të paguajnë të njëjtën, sigurisht. Më fal, edhe sikur të paguajnë të njëjtën, po këtu nuk paguajnë të njëjtën. Paguajnë 15% ai shet arkën me banane, dhe 8% ai që sjell vaporin, po themi. Si duhet të rregullohet, sepse realisht mund të jetë problem në mënyrë të veçantë për ata që kanë një shtëpi e shesin për blerë një më të mirë, pak më të shtrenjtë, dhe janë detyruar të paguajnë 15% gjithsesi. Ose detyrohen pastaj të shkojnë në zezë, një pjesë me bank, një pjesë kesh. Për mua, do me thënë, ky ligj tashmë do të nxjerrë 3 aspekte. E para është një, po themi, një përfitim I drejt për drejt për disa qytetarë që do rivlerësojnë me kushtet që unë thash më para, që dua të citoj edhe pjesën që këtu është përmendur dhe objektet e legalizuara, do me thënë që dhe objektet e legalizuara në kohën, sepse ka një, megjithse ky ligj ishte me 5 nene, nuk është se kishte ndonjë zhvillim të madh. I thjesht për si logjik, ishte ideja që futej, po themi, pjesa e që dhe objektet që janë legalizuar dhe dokumentin se zoti Bega tha që atë që bashkë kemi thënë që do të kapësh ose po themi të pajtosh një specialist, një rivlerësues. Por mund të bëhet edhe pranë ASHK-s. Do me thënë, agjencia ti bën një, po themi, një formular që plotson, e dorëzon të ASHK-ja dhe zgjedh aty me kryq ose me X, po themi, që agjencia, po themi ASHK-ja, agjencia shtetërore e kadastrës, të bëj rivlerësimin dhe ASHK-ja merr kontratën paraardhëse, po themi kur është bërë transaksioni, ose në rastin që nuk ka një vlerë të caktuar, ASHK-ja merr vlerën e pronës në atë kohë që është bërë kontrata. Me të njëjtën logjik bëhet dhe në kohën kur është legalizuar. Do me thënë, në kohën kur është legalizuar, po themi, për shembull, ose nuk është se I mbaj mend të gjitha vlerat, të zëm një ndërtesë në Tiranë është legalizuar në 2000, po themi mund të ketë qenë 600 euro, 500 euro metri katror, dhe tashmë ka shkuar 1200 euro metri katror. Për këtë 600 euro është një diferencë,
paguhet 5%-që. Normalisht po tashiste sot do paguante 15%. Kështu që është një fitim për qytetarët, ky është njëri aspekt. Aspekti tjetër është qeveria, do mbushi buxhetin. Po, siguron të ardhmë. Dhe ky është aspekti kryesor. Po të marrim historik të shohim, në 2011-2013 është bërë një rivlerësim që ka qenë 1%, dhe logjika kjo është, do me thënë, unë të parapaguaj, po dalë dhe i fituar. Dhe kjo është logjika. Po të ketë edhe një aspekt social brenda kam. Pikërisht pra, do me thënë, unë të parapaguaj taksën, edhe pse nuk mund mos ta shes për 10 vjet, për 15 vjet, por ndërkohë ti e ke marrë taksën, një taksë që nuk është drejt në logjikë sepse unë s'kam kryer transaksionin. Në 2016-2017 në kaluam në 2% dhe në 2020-2022 në 3%. Tani po kalojmë në 5%. Atëherë të ardhurat nga taksat në 2011-2013 ishin rreth 4 milion lekë të reja, rreth 5.7 ishin në 2016-2017 dhe 13.8 është 2020. Tregon që edhe kur ishte 2%, po marrim atë të mesën, nuk është se ishte interesi maksimal në kuptimin, sepse pompohet shumë edhe tek drafti, përmendej tek, po themi, shpjeguesi ose relacioni i draft ligjit, shpjegohej që ishte në interes, kishte kërkesë të madhe e kështu. Dhe pika e tretë, që përveç mbushjes së buxhetit që ishte e dyta, që është për mua është thelbësorja pse është bërë ky ligj. Nuk është se është, po të shikosh edhe, po themi, formulimi i ligjit, nuk është se është ndonjë i detajuar për ndonjë logjikë, dhe do flas edhe pak për pikat për mangësit. Por të mbyllë pikën e tretë, që është aspekti që tani do shohim për pak muaj, 2-3 muaj, se si gjithë, po themi, ajo fortuna e ngritur e kryesuar edhe nga mediat, po nga shumë nga agjensitë imobiliare ose real estate, që thoshin që po presim rivlerësimin, nuk po bëjmë shitje. Do presim 3 muaj, kemi kohë, besoj do të ftoni prapë, po patjetër. Dhe do ta diskutojmë, mund të shohim edhe të njëjtin, e kemi të regjistruar. Trendin e shitjes. Trendin e shitjes që nuk ka më justifikim. A do rriten prapë çmimet? A do ketë më shumë shitje? Se ja, erdhi kjo, e miratuan, e kryqëzuan zotin Rama, na premtoi në 2023-shin, nuk na i miratoi 2024-ën, 2025 ai iku kështu sepse kishim hall sa të miratohej, i kemi lënë stok aty shitjet. Kam shitjen tregu vjon gjithsesi, tregu është dinamike dhe patjetër që ata që kanë nevojë dhe për të shitur dhe për të bler, do ta gjejnë mënyrën. Por ideja është justifikimi i kësaj, po themi, është bashkë kemi thënë, unë nuk dua ta quaj flus. Unë nuk dua ta quaj flus të madh. Jo, për efektet të çmimeve tregon një diçka që nuk ka shitje. Do të thotë çmimi nuk është realisht ai është tregu. Po pra, tregu është ku ndërpritet ose çmimi më mirë ku ndërpritet kërkesa me ofertën. Realisht janë shumë larg njëra tjetrës. Dhe justifikohet deri më tani që na ka ngelur pezull se kemi kërkesa të mëdha sepse do bëhet rivlerësimi. Realisht ndërtues që kanë ndërtuar kohët e fundit nuk ka nevojë të bëjë vlerësimin sepse ata kur biles ka shumë ndërtues që nuk kanë marrë akoma certifikatat, do të thonë nuk i ka dalë çmimi akoma real nga ASHK-ja. Kështu që s'ka logjik. Gjithsesi ne do presim 2-3 muaj, këtu jemi të durueshëm, koha është mjeku kryesor e curinë e tregut. Patjetër. Megjithatë, pra me këtë ide, me këtë logjik, po thoni që oferta është shumë e lartë se kërkesa në treg. Absolutisht po. Ka diferencë mes Bregdetit dhe Tiranës? Atëherë, Bregdeti, edhe bashkë kemi diskutuar, që ka një logjik të ketë kërkesë. Sepse ka një potencial tjetër. Unë e kam përmendur, jo pak, është zona e Paskuqanit që ka pasur një boom këto 2-3 vjet, dhe gjithë justifikimi atyre që përmendi që aty ka shitje, është vind të huajt. E para që mos t'i kthehemi prapë atij diskutimi që çiftet të reja në Shqipëri janë zero në kuptimin për impakt, sepse kaq persona jemi në Shqipëri, sipas censusit 2.4, po të heqësh 700.000 pensionistë. Edhe 2.4 është ulur, edhe fëmijët. Edhe 700.000 fëmijë, po t'i bësh çifte të gjitha ata të tjerët, nuk kemi aq kërkesë, sado të kemi, përveç dhe fakti që ne kemi dalë vendi i dytë pas Kosovës, me diku 84% që zotrojmë një banesë. Do me thënë kemi është edhe kulturë dhe traditë. Edhe kulturë dhe traditë, kështu që i bie që kërkesa është investimet dhe 2023 dhe 2024 do shohim raportin 2025, nga të huajt kanë qenë shumë pak, ose po themi rreth diku ka qenë 2023-2024, kanë qenë diku 2800 deri në 3200, po t'i përkthejmë në apartamente 100 metra katror.
si njësi. Se jo të gjitha kanë qenë për apartamente, kanë qenë për biznese, kanë qenë për vila, kanë qenë për truall. Por mesatare. Po mesatare, sikur të përkthejmë gjitha të lekë, po themi paranë që është harxuar, ose monedën që është harxuar, se varet se në monedë është blerë, po ta përkthejmë në apartament, po themi 3.000 apartamente, që nuk kanë impakt, po themi në tregun e madh, nuk përbën kjo kërkesën. Shqiptarë ose çiftet të reja dihet sa ka, kështu që kërkesa nga do vi. Në zonën e Paskuqanit nuk vjen asnjë huaj të blej për banim. Kam përshtypjen po. Po s'vjen askush, nuk vjen nga do të vi, nuk mund të vi një... Të huajt kryesisht janë të përqendruar në Bregdet, qoftë në Durrës, në Shëngjin, dhe unë desha të kthesha te pyetja pa u zgjatur, te pyetja juaj që kur po diskutojmë për idenë çmimi mund të ketë në rezorte ekskluzive, në objekte që ka një investim, ka pamje, sepse çdo gjë ka të bëjë nga rrethanat që objekti është. Po them një pallat Qytet Mëlirës, sa një vilë, e të tjera. Kemi dhe nonsensin tjetër që metri katror i vilës është më lirë se metri katror i pallatit, që s'ka logjik. Do të thënë, konkurrojnë... Në total, vila kam shumë metra... S'ka rëndësi, njësia në qoftë se unë blej... Në qoftë se unë do blej një vilë 1.000 metra katror, dhe do blej dhe 3 apartamente që të bëjnë 1.000 metra katror, vila është më lirë. Kështu që nuk ka logjik, sepse ke ekskluzivitetin, ke privatësinë, ato që pallati nuk t'i ofron. Por pallati ofron ca siguri të tjera, ca kosto më të lira e të tjera. Gjithsesi, duhet të thosha që Bregdeti ka një logjik, po nuk po flasi për logjikën që po ndjek Vlora sot, ose po ndiqte deri dje, sepse edhe në Vlorë po të shikosh, kanë dalë dhe në emisione kështu live që vetë real estate-it kishin përplasje me njëri tjetrin që i thoshte unë kam 75 apartamente në Vlorë, merri shiti me që ka kaq kërkesë. Do të thënë, të kamuflohemi ose të gënjejmë veten nuk përbën treg për mua. Duhet jemi të drejtë. Tregu zakonisht vendos ose zbardh shumë gjëra. Ndoqëm një kronik pak më parë, kadastra fiskale është duke funksionuar, do hidhen 2.5 milion prona, pas kësaj do filloj të mblidhet dhe taksa e pronës. Pikërisht taksa e pronës. Mund të rregullojë tregu në aspektin e çmimeve, sepse ndërtuesit, ata që kanë shumë banesa, nuk kanë interes të mbajnë bosh, ose japin me qera, ose i shesin, sepse do paguajnë taksa në fundit. Atëherë, kjo është një nga pikat që bashkë kemi diskutuar, dhe unë kam dhënë si opcion sepse është një instrument që fillon rregullon tregun. Po nuk është vetëm kjo, është, po them, paraja e zezë ose informale, në saktë, që nuk është në rrugë bankare ose në rrugë të lexueshme, drejt për drejt, përbën një pjesë, ose po themi atë që bën diferenca, dhe për mua çdo qeveri duhet ta luftojë në mënyrat më të mira, sepse ajo rregullon automatikisht tregun, rregullon ndershmërinë në konkurrueshmërinë e tregut. Dhe patjetër që taksa është një pikë fort, sepse siç ja u thash dhe herën e kaluar që kemi qenë bashkarisht, që në momentin që dikush nuk paguan dhe fillon të paguaj, do t'i shkoj ajo vlera, sa do t'a mbaj, do t'i ulet vlera, logjikisht sepse do t'ketë shpenzuar. Kështu që do të gjendet ajo e mesmja, po do të dojë një kohë. Domethënë kjo është nga ato të butat. Domethënë instrumenti but që do t'a japi efektin shumë gjatë, ose pas shumë kohe, sepse në fillim do t'a përballojnë taksën, do t'a përballojnë, por do jep efektin gjatë. Një nga logjikat ishte kjo që normalisht është të përputhet, po themi, sidomos ndërtimet e reja, me çmimi real, po themi dhe kadastra, dhe tregu dhe të jeti deklaruar 100%. Të ketë një lloj lehtësie, ndoshta, siç është amnistia fiskale për pjesën e, po themi, lekëve të pa deklaruara, të ketë dhe një lloj gjetje për këtë, do ishte një instrument që do të jepte efektet më shpejt. Dhe do të hynte në interes edhe ndërtuesve, të cilët me 100 hallet e veta, se nuk dua që t'i kryqëzojmë, por dhe ata janë aktor në treg dhe realisht me veprimet dhe mos veprimet e tyre e përmirësojnë ose e përkeqësojnë tregun. Të themi të vërtetën, si dhe ne të gjithë. Dhe një diçka të fundit, po të shikojmë te udhëzimi ose më saktë tek sqarimi i ligjit, që është ligji 85/2025, është thënë që Ministria e Linjës e Financave dhe Drejtoria e SHK-s, ose drejtori i përgjithshëm në këtë rast si përfaqësues i institucionit, do të nxjerrin udhëzimet se si do të funksionojë kjo. Dhe për mua është një ngërsh i vogël, sepse një ligj me 5 nene, ose kryesorja e këtij ligji, ngërshi kryesor është që nuk kemi të përcaktuar
një metodologji të sakt, do me thënë do të ishte bërë me kohë, si duhet të bëhej referenca. Dhe në këtë logjik, këtu hyn dhe pak pjesa e, po themi, amortizimit, që përmendet gjithësisht në media, po në ligj nuk është shkruar drejt për drejt, por në qoftë se lidhi me çmimet, me referencat e çmimeve të fundit, unë në studiot tuaja kam qenë që kemi komentuar referencat e fundit, po themi, të miratuara, të çmimeve për metër katror, kudo në gjithë Shqipërinë, aty përmendet edhe, po themi, ulja e vlerës në bazë të viteve të moshës së objektit. Por, realisht, unë do të doja shumë që ligji të ishte shumë i plot dhe si në gjithë vendet e BE-s, meqense ne po mundohemi të përparojmë dhe të futemi në BE dhe çdo ligj e bëjmë pa pengesa, s'ka rëndësi ose po themi me veto apo veto, ideja është kjo që ne duhet të fusim konceptin e eficiencës të objektit. Jo vetëm eficiencë energjetike, siç është ligji që është për eficiencën energjetike, dhe po zbatohet, por eficiencën, nuk disi, por eficiencën e gjithë objektit, në kuptimin kur marrim për qytetar, po e bëjmë të thjesht, kur blejmë një makinë, ka standard Euro 4, Euro 5, po ai standard nuk është vetëm te gazrat. Sepse automatikisht në tërësinë. Po pra, çdo kompani që e prodhon atë makinë, kur tenton të nxjerrë Euro 6, ka disa gjëra bazë që janë më të avancuara. E njëjta gjë ne duhet të fusim, jo më larg, ka marrë shembull bashkë me Greqinë. Në qoftë se ti e ke grada F, i bie që çmimi do jetë shumë i ulët sepse do investim të madh për të kaluar gradën A, pastaj A++, B e të tjera me radhë. Kështu që dhe këtu duhet të kishim një rankim, sepse të njëjtën gjë e kam thënë edhe herë tjetër që në blok po një pallati 70-s dhe një pallati 2017-s kanë vlerën dhe në referencë, megjithëse i ulet pak aty të 70-s tashmë me atë vjetërsinë, por gjithë materialet, po themi impiantet elektrike, hidrosanitare të tjera janë zero tek ai 70-s. Janë për të ribërë të gjitha. Mund të jenë dhe tek ai 2017, po marrim rastin më të mirë që janë të bëra me një teknologji më të re. Logjikisht më të mira. Me logjikë është dhe termoizolimi dhe të gjitha. Kështu që objekti, dhe unë kam një frikë, sepse ka shumë të licencuar në fushën e rivlerësimit, që nuk ja kanë idenë e njohjes të objektit. Do me thënë, një ekonomist ose një topograf, pa dashur të ashtu kanë profesionet e tyre të shkëlqyer dhe nuk mund të përgjithësohen, por gjithsesi. Jo, është ideja, në qoftë se ne shkojmë në sallën e operacionit, ne jemi thjesht shikues, sepse është kirurgu ai që edhe mjekët që e ndihmojnë janë mjekë ndihmës, nuk janë kirurg, domethënë. Ideja është kjo që dikush duhet ta njohë gjën. Nuk mundet një ekonomist, një jurist të vlerësojë një pronë që as nuk e njeh procesin teknik se si është prona. Pronari thotë është me termoizolim, ai mund mos ketë. Ai nuk e njeh dot. Nuk është faji vet, po nuk mund ta bëj. Kështu që duhet të jemi pak pjesa e ASHK-s ku bëhet automatikisht me atë që unë e shpjegova, që shumë qytetarë do ta kenë më të kollajt ose ata që nuk kanë mundësi financiare, duhet t'i drejtohen ASHK-s dhe ASHK-ja bën veprimet për ata që e kanë nevojë. Për në lidhje me 15% që diskutuam edhe pak më herët, sa duhet të jetë normalisht, sepse 15% gjatë gjithë kohës dhe fushata 1, 2, 3 apo 5% mbas edhe nuk shkon. Për mua duhet të kishte një normë, diku kam lexuar një studim për vendet e BE-s si e trajtonin, edhe Amerika ka një lloj qasje të ngjashme në diskutimet që bëhet, duhet të kishte një të përshkallëzuar në bazë të vlerës, po themi, sepse dhe pastaj të ishte edhe pjesa e në qoftë se e ke për treg ti, apo në qoftë se e ke, do me thënë, në qoftë se ti si person, brenda një viti, po themi, regjistron 10 apartamente të shitura, ti nuk je më, po themi, personi thjesht. Je tregtar. Je tregtar. Kështu që normalisht biznesi mirëfill. Po pra, biznesi mirëfill, duhet të trajtohesh edhe si biznesmen, edhe si shitës apartamentesh. Ndërkohë, një pensionist që shet një apartament në qendër Tiranës për të marrë 2 lekë më janë dhe të jetoj pak më në periferi, një gjetje mundësi ka shumë, ka ndodhur para 5 vjetësh, jashtë mase që shumë të moshuar ose pensionistë janë larguar nga qendra Tiranës ku kanë pas shtëpitë vjetra, drejt periferisë për të
marrë 2 lekë. Po, e japin me qeratë, marrin ose e shesin. Dhe ideja është kjo që për mua duhet ishte një mesatare diku te 7-8%, maksimumi. Për gjysmimin e asaj. Patjetër, dhe duhet të kishte një lloj rankimi, ndoshta mund të shkonte edhe në 15%, po në momentin që kalonim tek pjesa e tregtisë. Dhe do të isha me preferencën e, po themi, të përshkallëzuar në bazë të numrit ose të shumës, se ti mund të lësh një shumë monetare nëse e kalon këtë fash, ke kaq përqind nëse e kalon. Dhe kjo ishte një instrument shumë i mirë për të rregulluar çmimet e tregut. Pse? Siç është me biznesin e vogël, që ti taksohesh deri në shumën 140 milion, mos gaboj të vjetra, nuk je biznes i madh. Kështu që të gjithë, po pra, të gjithë tentojnë që mos ta kalojnë atë shumë. Të qëndrojmë poshtë. Automatikisht nëse duhet ta kalosh, ose po themi je detyruar që o të ulësh çmimin, o të rregullosh shitjen, o të ulësh numrin, mos bëhet të hap, patjetër që janë ato makinacionet, po ideja është kjo, që bën një lloj frenimi edhe të mbi vlerësimit në treg. Janë disa mekanizma, shteti nuk të detyron dot sa do ta shesësh. Shteti ka të drejtë të taksojë dhe të udhëzojë, po themi, që ti të jesh, domethënë në treg, të jesh sa më i drejtë me çdo. Edhe tregu funksionon vetë pastaj. Po, patjetër. Faleminderit zoti Caca që ishin.